Kontroll të lufra dhe erzeni shqiptarët pinë qumësht pluhur kinez me vaj palme. Autoriteti i konkurencës mbylli hetimin e thelluar ndaj 4 prej kompanive më të mëdha të përpunimit të qumshtit në vend, si Erzeni SHPK, ADG SHPK Lufra, Gjyrofarm dhe Shaka Boboshtic. Pas raportimeve mediatike dhe dyshimeve për koordinim në përcaktimin e çmimit të blerjes nga fermerët, Komisioni i Konkurencës ka arritur përfundimin se nuk ekziston një marrëveshje drejt për drejt mes kompanive për uljen e çmimit, pasi këto operojnë në zona të ndryshme dhe furnizohen nga rrjete të ndara fermerësh. Inspektorët kanë shqyrtuar librat e blerjeve dhe kanë konstatuar se nuk ka prova për një koordinim të ndaluar nga ligji i konkurrencës. Megjithatë, raporti zyrtar ngre shqetësimi për faktin se gjatë vitit 2024 kompanitë kanë ulur ndjeshëm çmimin e blerjes së qumshtit nga fermerët krahasuar me vitin 2022, ndërkohë që çmimi përfundimtar në tregun me pakicë është rritur ndjeshëm. Kjo përmbysje raporteve midis prodhuesve dhe konsumatorëve shihet si kartoni pari kuq për tregun e qumshtit në Shqipëri, pasi tregon një disbalancë serioze midis atyre që prodhojnë dhe atyre që paguajnë më shumë për produktin në treg. Gjatë hetimit, autoriteti ka evidentuar edhe një rritje të madhe të importeve të qumshtit, sidomos nga kompania Erzeni SHPK, e cila ka shtuar ndjeshëm sasinë e importuar nga viti 2024, ndërsa Lufra ka ndjekur të njëjtin trend, por në një shkallë më të ulët. Sipas dokumentave, problemi më serioz që del nga raporti nuk lidhet vetëm me çmimet apo importet, por me cilësinë e qumshtit që arrin në tregun shqiptar. Mësohet se gjatë verifikimeve në teren, inspektorët kanë konstatuar raste ku qumshti nuk përmbush standardet minimale higjieno-sanitare. Skalop, të dhënat më të fundit të Instat të konsultuara nga konfirmojnë se gjatë vitit 2024, në vend u numëruan 224.302 krerë lop nga 342.683 në vitin 2018. Instat raporton se gjatë vitit 2024 në Shqipëri u prodhuan rreth 745.000 litra qumësht lope, ndërkohë që 10 vite më parë shifrat tregonin 960.000 litra. Qumshti natyral zëvendësohet me pluhur, rënja ndjeshme, dhe kjo është pasqyruar edhe në rritjen e sasisë së qumshtit pluhur që importon vendi, i cili më pas përdoret në stabilimentin e prodhimit dhe përpunimit të qumshtit, por edhe në sektorin e prodhimit të ëmbëlsirave e të tjerë. Mësohet se gjatë kësaj periudhe shqiptarët konsumuan 200.000 kg qumësht pluhur dhe pjesa dërmuese e kësaj sasie është importuar nga kompanitë Supermilk Lufra, ADSH 2014, Elka Sa, Alta Group e të tjerë. Alta Group dhe Elka Sa janë ndër kompanitë më të mëdha të përdorimit të qumshtit pluhur në prodhimet e ushqimeve, ndërkohë që Lufra prodhon qumësht dhe nën produktet e tij. Në Shqipëri, qumshti pluhur lejohet vetëm për industri të caktuara si prodhimi i akullores, brumrave, çokoladës apo ushqimeve për foshnjë, ndërkohë që shoqatës së industrisë së përpunuesve të qumshtit, përdorimi i qumshtit pluhur për prodhimin e produkteve si kos, djath apo gjiz është i ndaluar me ligj dhe ndëshkohet nëse nuk etiketohet siç duhet. Krahas qumshtit pluhur, Shqipëria është kthyer në importuese masive vaj të palmës, i cili po ashtu përdoret në industrinë ushqimore në vend të yndyrnave shtazore. Vendi importon mesatarisht 3.000 ton vaj palme çdo vit për të përmbushur nevojat e industrisë. Sa për referencë, në vitin 2014 janë importuar rreth 380 ton vaj palme.